Greta, jo. Jo. Po ti do me thënë po, se nuk e di pse do me thënë po. Po ju e la. Por është jo. Okej, unë shpresoj që dalin video. Shiko, mund të dalim që nesër. Me Mateon, thjesht për të studiuar, për të parë, po jo me të keqa, Po kupton. kush ka nejt me Mateon për atë arsye? Po mirë, ti rije gjatë para, kupton, arsye. ishte favor kjo gjëja. Ti ke Arteon dhe ke... Dije është loja jote të nxjerrësh të dy këta jashtë. Dhe ajo ka për ta bërë këtë gjë. Dhe nga ana tjetër ke edhe alternativën e atit me maskë. Po pra, po jo, ti nuk e ke pas... Lëre atë tani. Edhe atë e ke. Po lëre atë. Po jo, e ke. Që si dihet, nuk reagon Nina. Do të surprizoj ty. A? Do të surprizoj. Do më thuaj kur ta kesh atakun ndaj atij se do të Ka bashkohen. ardhur momenti i versionit të tretë. Më thuaj se do të bashkohen. Do të bashkohen. Unë nuk e bëra, Greta, unë nuk futa. Ska aleanca me mua. Të paktën jo ta bëjmë të dukshme që tani, se kemi qenë aleancë bashkë që në fillim. Ashtu Po ka të thua. dukshme, se kanë shumë këto njerëz tash për momentin, janë 3 e 3 tjerë 6. Po ku kuptojnë ata nga këto? Ata të kuptojnë nga ty se lini ty ti komandojnë kohën. Me të drejtë. Ujna, që ke? Që ke? Si interesu? Ke me zhiti? I kene të net vetëm? Kisha një më nga gocët. Të më të bëjën. Nuk kanë gjysma. Ta Ti ikësh jashtë. Shof që i vetëm Bashkë qof. gjysma tjetër. Nisë me se dhe fajt s'ke, po. Aty duhet bëjë mbrëm. Në qoftë se dashuria juaj ishte reale. Po është ajo që të kam thënë unë, ti ta nxjerrësh jashtë atë. Ti ke për nxjerrë dhe Stalinën dhe Gimbo. do t'jap dorën në ty. Thank you. Të më shëndurët. Po mos të mundo për Stalinë do të dalje vetë, do ta nxjerrë mirit. Më mirë iku. Që ka bë ai te edicionin numër 4? Se ke që që? Apo jo. Pyet Gibon. Gimbon? Se e ka ndjek? Ha? E ka ndjek? Është DJ aty ky. Qa thua? Hajde ti. Si? Jo se di kam. Me vërtet? Po. Se pas kam Po ditë? të qeshëm qik tash duke ngrënë byrek me spinaq. Mateo në dhomën e rrëfimit. Jo ti o ha, o thojtë se si po të dyja. Ja po s'po ta bonte këtë. Do kësha harruar një paragraf. A më mirë tani. Jeni kaq të pa aftë. Të më kuptoni mua, të kaq të pa aftë. Sa në qoftë se unë do bëja lojën e atij që ka qenë edicionin e 4, mbrëm kisha shkuar kisha hapur derën. Po jeni të pa aftë. O sa që ke kopju detaje më, Jeni të po them ka pa kopju veprimet, po të them unë Jeni ti të ke pa cilën ta dhe aftë. karakterin tat. Pavarësisht se je imitues shumë i saktë. Unë po them Unë po pres se ti... ju të shpikni rrotën në fakt. Jo, rrotën do ta shpikim, po edhe mua pres do të t'i shpikni ngjisim. rrotën. Ti kemi lënë ty. Po mirë rrotës po shpikni. Edhe sfida Po zoti s'keni prish gjithë të akoma dajmë bukë me bukë komentaret. nuk luhet, është gjuna. Ka njerëz aty jashtë që ça kemi ne këtu ndoshta si shohin e një vit. Edhe me bukën nuk luhet. Po ti mendon që Rregullon mikrofonin. ti mendon që mund krijosh situata me këto Ti je këtu gjëra. brenda tash, nuk je aty jashtë. Si? Je këtu brenda, si Je këtu aty brenda, jashtë. po ti mendon dhe pra ato jashtë që të ndjekin. Mendon, ti po të mendoja për atë jashtë, do kishte bërë këtë gjë që ke bërë. Po ç'pun ke ti me mua, pak unë aty te buka nuk kam lujt. Ç'pun ke ti me mua? Ti çfarë bën ti Për vlerëson gjëra lojën e të tjera. tjerëve?
Si? Vlerëson lojën e të tjerëve. Kur të flitet, kur unë them që mos shkel ca perime të tipit që mos u tall me bukën, ti si e ke përgjigjen me vlerësimin e lojës së tjetrit? Si? U talli ti shkele miellin me këmbë. E derdhe miellin dhe e shkele me këmbë. Shkela një gjë të derdhur në tokë. Ti derdhe miellin dhe e shkele me këmbë. Të shkelësh bukën me këmbë është gjunaje më i madh dhe ti duhet ta dish më mirë se unë se ke ca vite më shumë se unë. Ty të dhimbsen gjunajt e mia tash? Jo, dhimbsen që ka gjithë ato shqiptarë që na shikojnë tu e shkel bukën me këmbë. Po ta shikojnë. Si? Vlerësojnë shqiptarët. Po, patjetër që Ty do të vlerësojnë. vlerësojnë dhe ty shqiptarët. Po, patjetër që më kam vlerësuar. Mos mendo për jashtarësi, do të kishe menduar që në fillim kur të udhaj. Mos u mërziti, mendoj unë si të dua unë. Ti nuk jas kush të tregosh mua si të mendoj. Ti mendosh si të krijosh rrotën se kopimet i kemi parë dhe të edicionit 2 dhe të edicionit 3. E ke studiuar aq mirë sa që ke marrë një veprim të parit, një veprim të dytit, aty të katërtit që kur ngjitet malet